tjetër. Po duke në ndërlidh pikërisht me këtë pjesën e prindërve që e ceke me përgjigjen tënde, sa po janë bashkëpunues prindrit në këtë rast, dhe sa është i rëndësishëm roli i tyre, sidomos përpara pjesëmarrjes në gara ndërkombëtare? Roli i prindërve është shumë i madh. Kam një bashkëpunim shumë të mirë me prindrit e cilët janë gjithmonë të gatshëm me i përkrah fëmijët e tyre dhe janë ata të cilët janë iniciator, domethënë që me ju zhvillu fëmijët në këtë drejtim. Edhe gjithmonë kam shumë fjalë miradije për ta, sepse janë shumë bashkëpunues edhe domethënë gjithmonë na ndihmojnë shumë që ta shijojmë këtë sukses së bashku me ta, edhe është më rëndësi që gjatë udhëtimeve tona, domethënë në shumicën e herave i kemi edhe prindrit prezent, kështu që gjithmonë është kënaqësi me qenë bashkë me ta. Me qartë. Eda, hajde po tregon pak çka të motivon ty për me marrë pjesë në gara ndërkombëtare? A ki edhe emocione për gjatë përgatitjeve apo jo? Une nuk kam emocione heq kur shkoj në gara, sepse une ushtroj gjdo dit ushtroj disa 2 orë, 3 orë, edhe Bobi motivon, edhe Luni, vlo jam, apo me përshëndet? Fush, mundesh, pa problem? E lën një vloj ma i mirë më botë. Sa e mirë. E përshëndesim dhe na vlojën e Edës. Sa vjeç është vloj? Vloj është 6 vjetë, në prill këm i botë në 7. 7. Cila është loja preferume që e bën me vlojën? Loja preferume? As po as jo. As po as jo. Wow, e bëni si kueza, po? Po, se Luni ka njerë përzi dhe mu pëlqen, se kishe. Mirë shumë. Po cila është ëndra më e madhe e Edës? Ëndra ime më e madhe është për mu bo prezidente, ku më thonë shumë në revista. Po, me fitu shumë gara, sepse unë vetëm kom qenë shimni ku i kam dajt, fëmijët e dajës, unë i du shumë, edhe në Kosovë, Shqipëri, unë nuk më shku në i shtet tjetër. Me qenë so ëndra jote është të bësh presidente, po ta kishe këtë mundësi, çka do të bënte Eda ndryshe si presidente për vendin tonë? Kisha bo shumë kopsh, kisha bo më shumë kopsh se janë, më shumë kopshta. Diçka tjetër, çka ka nevojë vendi ynë më shumë? Pak më shumë pastërti, kisha bo vendin më të pastërt. Për shembull, imagjinoje me thonë, atë të lyp në Google atë ikon, cili është shtatë është më i pastër, me dalë Kosova, në kritikozohem. Mirë shumë. Urojmë të bësh presidente, sepse synimet i pas ke qarta dhe shumë të mira. Jona, po për ty cila është një ndër ëndrat e tua që do me realizu kur të rritësh? Çka doje të bësh kur të rritësh? Kur të rritna, kom qef me shkuar në Amerikë edhe me bo krenar mamin dhe babin, se ata edhe mësuesin, se ata mu motivizojnë. Të motivojnë, po? Motivojnë për për me gjdo hap të matematikës, për të bëjë sikur për shembull gara të fitoj, për shembull që ka teste në shkolla, të fitoj krejt. E qartë. Po në rast se një nxënës në klasë, i thot Jonës, unë nuk jam shumë e mirë matematikë. Çka bën Jona në këtë rast? Unë do ta ndihmoj në matematikë dhe do t'i thuj. Matematika nuk është e zërë nëse ushtrohesh çdo ditë. Ushtrohet çdo ditë me tabelën e shumëzimit, nëse është në klasën e dytë, apo nëse është në klasën e parë, ose me shkronja, ose me plus ose me minus, por klasat e tjera me herë, pjesë të... E qartë. Po çfarë ndjenje është për Jonën kur e zgjedh një detyrë shumë të vështirë? Ç'është ndjesh në ato momente? Unë ndjena shumë e gëzueshme, sepse matematika është sikur jeta jamja, ime, dhe pëthuj si jetë matematika që është sikur jeta jame, sepse të njëtën e kom ditë. Dhe
Unë gëzona shumë kur të bëj një detyrë të vështirë, sepse kom qef të sfidoj veten. E qartë, pa ka pas ndonjë problem matematikor deri tash që s'ke mujt me zgjedh, edhe u dosh me të ndihmu babi, ose mësuesja, ose mami. Jo. S'ka pas deri tash. S'ka pas. Je talente e lindur te. Po për Nilin, me qenë se edhe Nili e ka dhe me thonë një pasion shumë të madhë gjuhën angleze, cili do të ishte një mesazh për gjithë bashkëmoshtatarët e tu, Nili, që me pas sa ma të lehtë me mësu gjuhën angleze. Mesazhi jam është veç me studiu anglishtën, me fillu sa mundesh. Qysh me studiu anglishtën? A mundet me qenë edhe për ata një ndihmë shumë e madhe teknologjia, sigur për ty që ka qenë? Mundet më kanë se, për shembull një film, apo, mundet me pas fjalë shumë të reja se më shumë ditë, edhe plus YouTube, se kam shikuar ti për shumë video, në anglisht edhe edukacionale. Unë gjithë shkaj në për sorsa, për shembull Wikipedia, Google, e këshyre do fjallë që shthuhen e qka i bjen. E qartë. Kjo është në teknike jotja që po besoj që mujnë me marrë parasysh edhe bashkëmoshtatarët e tu.